Sa po përgatitëm patër burger, baza është qepa e kuqe, salata iceberg, gjalpi francez i përgatitur, gjalp shqiptar me erëza të ndryshme, i përzier dhe pastaj i sistemuar nga fillimi. Qoftja e cila është përgatitur vetëm me mish të grirë, pjesë viçinjom me viç të rritur, dhe sigurisht është edhe një sos këtu, që i veç këto, kastraveci turshi, dhe buka që e kanë përgatitur vetë është bukë shumë soft, shumë e butë. Ajo që ka është interesante është që i gjithë burgeri është i shkrifët, ndryshe nga burgerat që bëhen me bukët e gatshme, duke qenë se bukën e kanë bërë vetë dhe e kanë bërë si croissant, burgeri është shumë i shkrifët. Tani do provojmë një copë. Shirë shumë e mirë. Unë nuk jam pasionante mas burgerave, por kujdesi me cilin këta e përgatisin ingredientet e cilësisë së lartë, e bëjnë të ushqim që kot ka emrin burger, se ky është një sallatë freskët me mish viçi të njom, edhe me një bukë të përgatitur vetë dhe me gjalp francez.